Ndër vite mund të vret që ka pasur progres të vazhdueshëm të universitetet dhe në nivelin e transparencës, dhe kjo natyrisht që është pozitive, pra pavarësisht disa luhatje, siç mund të vret më herët në tabelën e kaluar, ka pasur për këto dhe ka pasur arsye nga vende ndryshme, si përgjithësimi i webpaqeve, ndrimi i menaxhmenteve apo arsye të tjera. Mirë po, Universiteti i Gjakovës dhe i Prizrenit shënojnë dy universitetet më stabile sa i përket transparencës që kanë pasur ndër vite, pavarësisht shtimit të indikatorëve, siç mundet ta vreni që nga numri 27 ka arritur në 36, po për këto dy universitete nuk ka pasur shumë luhatje. Pra në këtë matje lider transparencës, siç e përmendëm, është Universiteti i Prishtinës dhe i Gjakovës, mirë po mund të themi direkt edhe Universiteti i Prizrenit, me qenë se të trija këto universitete kanë të publikuara mbi 90% të dokumenteve të informatave që duhet të jenë publike. Universiteti, në këtë matje, natyrisht kujtojmë që Universiteti i Prishtinës gjithherë ka qenë udhëheqës lider pra i transparencës të shembullave për të gjitha universitetet e tjera. Universiteti i Ferizajt, i Gjilanit dhe i Mitrovicës janë tri universitetet që në matjen e këtij viti pra kanë shënuar rënien e transparencës. Mirë po, Universiteti i Ferizajt ka një status ndryshe, mund të themi, sepse ka pasur rënje domethënëse, me qenë se edhe ka ndruar shkollën e transparencës nga kënaqshëm në pjesërisht transparent. Kur jemi tek rregulloret për studimet e doktoratës, në ligjin për arsimin e lartë, për me pas statusin e universitetit, një institucion duhet të ketë paktën 5 programe të doktoratës në 5 fusha të ndryshme. Pra, kjo është edhe arsyeja pse ne kemi vendosur që pjesë e matjes së transparencës të jetë edhe rregulloria për studimet të doktoratës. Studimet e doktoratës vazhdon me ofru vetëm Universiteti i Prishtinës, mirë po rregullore të tilla ende nuk kanë Universiteti i Mitrovicës, Universiteti i Gjilanit dhe Universiteti i Ferizajt. Atëherë, ne mund të themi që kjo na tregon që këto universitete nuk kanë synime afatshkurta për të pasur studime të tilla. E më pas kjo mundet me ligjërisht kjo mundet me bën diskutim edhe statusin e tyre si universitet, me qenë se kërkohet që të kenë programe të doktoratës. Kur jemi tek rregulloret për parandalimin e ngacmimeve seksuale në krahasim me vitin e kaluar, që këtë rregullore e posedonte vetëm Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Ferizajt, aktualisht në për webpaqet e universiteteve nuk e posedon vetëm tri universitete, vetëm Universiteti i Mitrovicës, i Gjilanit dhe i Gjakovës. Numrin e studentëve të diplomuar për gjatë viteve nuk e ka të publikuar asnjë institucion tjetër përveç Universitetit të Gjakovës. Ne zakonisht kemi shërbime të dhëna nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, sa i përket numrit të studentëve aktiv dhe atyre të diplomuar. Kujtojmë që kjo është dhënë shumë e rëndësishme për të dëshmuar mbi suksesin e një universiteti. Tek raporti student mësimdhënës, ne aktualisht posedojmë numrin e stafit akademik nga hulumtimet tona paraprake, mirë po numrin e studentëve çdo vit e kemi gjetë në Agjencinë e Statistikave. Madje sa i përket këtij numri, vitin e kaluar kemi pas një reagim nga Universiteti i Gjakovës, që aktualisht këtë vit është i vetmi që ka publikuar numrin e studentëve diplomuar, që shifra që ne kishim publikuar nuk ishte saktë me atë që posedonte universiteti. Kjo na tregon që universitetet shërbihen me numra të ndryshëm të studentëve, pra numra të tjerë dërgojnë në Agjencinë e Statistikave apo në Ministri të Financave prejtë nga i marrin fondet, dhe numra të tjerë paraqesin para ekspertëve ndërkombëtar të Agjencisë së Akreditimit. Me qenë se universitetet aktualisht po dëshmohet që shërbihen me numra të ndryshëm, bërja publike e transparente e këtyre numrave kishme pamundsu që palë të ndryshme të shërbihen me numra të ndryshëm. Pra, publikimi i tyre do të ishte më i saktë atëherë dhe nuk do të kishte shifra të ndryshme nga institucione të ndryshme. Sot që amitëm me nxjerrë si përfundim të qësaj që apali dona është që ekziston një sa tendence me transparent nga universitetet, dhe më nuk është ajo periudha ku duhet që pojmë i nxjerrë fjallët me dona prej tyne. Pavarësisht që na e këna shtu numrin e indikatorëve, që është një ndryshim kogja i madh metodologjik për 28 dokumente me kalum 36, pra një përqindje relativisht e madhe. Kjo u pa që s'ka reflektu kur gjëte, si me thonë ajranje drastike të gjitha universitetet, që ka kalëzën që pavarësisht a këna lyp në apityne me konë transparent në disa fusha apo jo, ata e këtë që janë transparent për shkak se për kuptojnë që roli universiteteve publike është mishët byjtë e resi publik.
Arsyeja pse unë të them këta më të do kështu pa lidhje tash edhe me dukon kështu kind of ofenduese për juve, po çështu ka qenë situata në vitin 2018, 2017, edhe jeta gjara kur kena hina senat me monitoru senatin, profesori Isen është tu, u dash mi thonë ati rojës a petir dikën se tut me tyderë, se s'ka dash me alon me monitoru senatin. Edhe mandar ka daj profesori Isen e ka thonë një hut na tjeni se s'ka me të asnjëherë. Edhe ka ndryshu situata. Prej 2018 sot na jemi këtu me të gjithë gati se të gjithë rektorët e Universiteteve Publike të diskutu në mënyrë shumë konstruktive për që shmina me vrinë një pikë ku mos ka nevojë për të si raporte fare. Unë besoj që është shumë e mirë, është jashtëzakonisht e arritur e madhe e jonë si shoqëri, si vend, si universitete në shumës që kemi arrim qëtë stad me diskutu edhe për këtu çështje. Shpesh herë ne ballafaqohemi me disa vështirësi, për shembull sidomos me sektorin e teknologjisë informative, që mungesën e stafit me arritna me përditësu të dhënat në kohë reale, që nuk ka me bu me ide, nuk është justifikim tentim arsyetimi, po vetëm tentim sqarimi se pse ndoshta nga një herë ne nuk arrim me qenë në kohë reale, transparent 100%. Ka të bëj me mungesën e kapacitetet dhe mundësive të fillu edhe ato financiare dhe njerëzore, ku për shembull prej momentit parë ne jemi të mëtu vetëm me ilustru këtë, me kriju një lloj gazete zyrtare, analog me gazetën zyrtare të Kuvendit Kosovës, që çdo rregullore, çdo normë që e qesim, ne me mujtë me bo dëgjimin publik përmes stafit ose varësisht nga natyra e rregullores, me qenë një lloj platforme interaktive, me thonë drejtën me këto kapacitetet financiare që kemi ne, nuk jemi as pak atraktiv me mujtë me punësu ekspert më të mirë, inxhinier më të mirë që me na i bo vetë faqe dhe këtë me qenë hap me teknologjinë informative se tregu edhe sektori privat janë shumë ma konkurruese ne. Po ne jemi të mëtu në qatë drejtim se me arritën edhe vërtet me i sanu këtë edhe me nxon hapin me transformimin digital që ka nuk është i lehtë edhe është bukuri kushtueshëm. Unë besoj që kjo soj përket Universitetit Prishtinës, që një javë të para, po pa bu java e tretë, unë e konftu edhe shoqërinë civile në takim edhe gazetarët, mediat, përfaqësues të mediat, kërkesa vetme ka qenë edhe vazhdon tjetë, që edhe në ato raste në përgjithësi është raport shumë i shëndosh. Besoj edhe duhet tjetë kështu, ne nuk kemi asgjë për të fshehur, mirë po kërkesa vetme ka qenë për të gjithë, ku në disa raste, lë paksa për të dëshiruar tek disa mediume, e nënvizej disa, çështja e raportimit jo objektiv, pra raportimit në mënyrë selektive. Kërkesa ime ka qenë edhe vazhdon tjetë, që të raportohet edhe për Universitetin e Prishtinës, edhe për të gjithë tjerë, po në këtë rast, sidomos për Universitetin e Prishtinës, edhe të arriturat edhe fushat ku ne duhet bëhemi më të mirë, ku mund të përmirësohemi. Njëra prej komenteve gazetarëve, në këtë rast edhe që më kam ngjerë në vesh edhe më besoj që duhet debatohet edhe në fushën publike, kanë thënë jo, lajmet e mira për ne nuk janë lajme. Jo, lajmet e mira duhet të jenë lajme po ashtu, sikur që lajmet ku ka ndonjë ngecje edhe që duhet përmirësohet. Edhe unë besoj që kjo është kërkesë legjitime që të kërkohet raportimi objektiv edhe që ne të mohemi përgjithës, të kërkohet transparencë, llogari dhënien nga ne, edhe të raportohet, po ne e dim këtë fushën e mediave të ne që në disa raste e gëzojnë epitetin emrin e medias, po jenë gjithçka ma shumë për hapën dezinformim se sa informim, po kjo është çështje ndoshta problem shoqëror që është përtej vetëm çështjes të Universitetit të Prishtinës, me një fjalë ju përgëzoj për këtë dhe besoj që ne do të vazhdojmë në këtë formë me qenë edhe llogaridhënës edhe transparent. Faleminderit.